Vazhdon angaria e Federatës së Aeronautikës me pseudopronarët e zonës o llogaras. Pilotët të cilët e kanë si piknisje pikërisht këtë zonë të mrekullueshme të vendit tonë, nuk lejohen tashmë prej 2 vitesh të kryejnë aktivitetin e tyre, si pasojë e këtij konflikti me ata që pretendojnë se janë pronarët e tokës. Antari i bordit drejtues të Federatës së Aeronautikës Alket Islami në lidhje telefonike për Ora News shpreh të gjithë indignatën e tij rreth kësaj situate as pak të këndshme. Një konflikt i përhershëm këto 2 vitet e fundit që nga koha që këtu është prishur një investim pa leje dhe normalisht gjithë faji ra mbi mua personalisht, nuk janë lejuar pilotët tanë të federatës si të bëjnë testet. Kjo na bën shumë nervoz, kemi lajmëruar policinë e shtetit, në kanë ardhur dje, presim dhe sot sepse kjo punë nuk mund të shkojë dot më kështu. Më pas, ai që cilësohet si njeriu i ajrit i kërkon shtetit shqiptar që të ndërhyjë, me qëllim që sporti mos të hasë në blokada të tilla. Me shtetin ne jemi në bisedime që kjo pjesë e sipërfaqe të jetë pjesë e listave të pistave të fluturimit, kështu që dhe ne këtë kërkojmë, por këta që kanë vënë kioska këtu na ndërhyjnë deri në elementin sportiv ne. Alket Islami, por edhe të apasionuar të tjerë pas sportit të aeronautikës, kanë 22 vite që shfrytëzojnë zonën e llogaras duke dhuruar pamje të mrekullueshme të rivierës shqiptare.